Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori. Gjatë kohës së Bigut ishte e pamundur mos i lexoje komente, se ishin 6.000 komente në ditë, kështu që ishte e pamundur që ti evitoje. Ajo më ka rënduar jashtëzakonisht shumë, por mendoj që edhe ajo më ka bërë mirë, sepse ti mbasi del nga një situatë goxha e vështirë, gjithmonë del më i fortë, më i rilindur, me një strategji të re, me një strukturim të ri, me metoda të reja në mendjen tënde se si do përballesh. Dhe je më i bindur për vlerat e tua, për ideologjitë në të cilat beson, filozofitë në të cilat beson, je me këmbët dhe me rrënjët edhe më të forta se sa ishin më parë. E kuptoj. Kështu që mendoj që është normale që të kesh. Çfarë të ka lënduar më shumë nga komentet ose nga vendosja në pozicione që s'të përkasin? Çfarë të ka lënduar më shumë? Mendoj kjo ofendimi dhe anatemimi i vazhdueshëm që i bëhet figurës time, dhe ky analiza minucioze e çfarëdo lloj gjëje që unë bëj, si marr frym, si lëviz, si flas, çfarë zëri kam, si vishem, si dukem, si ulem, që anatemimi me një person të degeneruar, kur në fakt unë as nga veshja nuk jam dhe një person shumë i degeneruar. Mendoj që kjo ka qenë është gjëja më e shumtuar, kjo përdhosja që ty të bëhet si individ në të gjitha vlerat që të bëjnë ty njerëzor apo human. Kjo është shumë e shumtuar fakti që të gjithë të tjerët futen brenda trupit tënd, brenda mitrës tënde dhe mundohen të dhunojnë edhe brendësinë tënde. Kjo është gjëja më e shumtuar. Ky përdhunimi verbal, se unë ashtu e kam parë si një përdhunim të vazhdueshëm verbal. Si e kalove? E kalova me profesionist, duke ikur te psikologu, duke marrë integrator, duke u kujdesur për veten time, duke ndenjur me njerëzit e dashur, duke u tërhequr pak nga jeta publike gjithashtu. Kështu. Tani të rezonon ndonjëra ajo periudhë apo e ke kaluar? Jo, e kam kaluar. E kam kaluar. Sa kohë të desh ta kaloj? 2 vite. 2 vjet? Po. Do të thënë mbas përfundimit të Bigut? 2 vite, po. Nuk mbaronte Big Brother. Ti do që ai të mbaroj, po ai nuk mbaron. Ndoshta nuk mbaron kurrë. Emri jot ata shohet gjithmonë me atë eksperiencë. Është shumë i çuditshëm ai show, nuk është si eksperiencat e tjera televizive që fillojnë dhe mbarojnë. Duket sikur ajo është një gjë që nuk mbaron kurrë, është një dëm që ti e ke gjithmonë me vete dhe gjithmonë të rikujtohet. Ti mendon që në përfundimin e showit çdo gjë ka mbaruar, po jo, ajo vazhdon, zgjatet, dhe sa herë që fillon Bigu tjetër, në një farë mënyre rikujtohet ai roli jot dhe paraqitja e rolit jote aty dhe rifillojnë edhe mesazhet. Sigurisht që tani nuk më intereson më, por kështu. Se dhe tani për shembull të vi? Po, patjetër, vjen. Domethënë kur i fillon Bigu, po, je distancuar, prezantues tjetër, duket se ka menaxhim tjetër. Duket sikur ajo eksperiencë që ti ke pasur sikur nuk harrohet kurrë. Nuk është si eksperiencat e tjera televizive, që ti thua, unë kam qenë te Çani ose kam bërë këtë emisionin tjetër dhe njerëzit, po, e vërtet, ndërsa këto nuk e harrojnë asnjëherë. Shumë e çuditshme se sa shumë çfarë mekanizmi ka që i bën njerëzit për vete dhe i bën totalisht të varur dhe shumë të interesuar për të ndjekur dinamikat e këtyre protagonistëve edhe mbasi mbaron show dhe me dëshirën për të pasur një zë në kapitull për vendimet që ata duhet marrin për jetën e tyre. Është një eksperiment social shumë i madh. Shumë i madh, është në fakt edhe me shumë ndikim, por shumë ndikim. Ti nëse do ta dije të gjithë këtë gjë, do ta kishe pranuar po t'ishe me këto mend? Ose më saktë do shkoj edhe një moment tjetër pas sa kohësh të jesh opinioniste në një format të tillë? Varet nga kushtet tani, sepse tani e di ç'më pret, kështu që varet nga kushtet. Tani e di ç'më pret, kështu që varet nga kushtet. Varet nga kushtet. Atëherë nuk e dija ç'më priste, nuk e dija që do ishte kaq masive, kaq çmenduri, që njerëzit do dashuroheshin kaq shumë. E mendoja që do kishte sukses, po jo atë sukses që pati. Nuk isha e përgatitur. Sado që unë isha një personazh i suksesshëm, i arrir, i njohur. Nuk isha një personazh i panjohur. Përveç kësaj ngarkese që thua, patjetër që ka patur edhe mbështetje në opinion për ty. Do të thënë opinioni u nda në 2 pjesë. Vërtet është kjo ana që ti thua të ndjek, por është dhe ana tjetër që patjetër. U testua. Patjetër. Kjo ana tjetër të jepte forcë, çfarë ndodh kur në fshehtësi, po, se dhe ajo ana tjetër ishte dhënuar nëse forcën e jepte në publik, kështu që në fshehtësi po, ma ka dhënë.
Por ajo që fitova unë bas paraqitjes time dhe qëndrimit tim radikal për disa vlera në të cilat unë fort besoj, është respekti që unë fitova pastaj te njerëzit për mos dorëzimin tim edhe për atë forcën dhe qëndrueshmërinë që tregova deri në fund, pa u lëkundur ndonjëherë, ndonse dhuna dhe audienca ishte totalisht kundra bindjeve të mia. Fitova një lloj respekti që ende më vlen patjetër, edhe që më rriti profesionalisht edhe më rriti edhe në atë hierarkim profesionale. Kështu që dhe unë përfitova, mora të mirat e mia. E di, por ti je një natyrë, dhe unë e thash në fillim, ti je një natyrë që nuk e frikë ta thuash gjën. Ja. E thua dhe i qëndron gjës tënde. Pra ti nuk lexon dhomën, është ajo shpreha, edhe të dish pozicionohesh në varësi të. Kam shumë nata. Ti je e tillë edhe kjo është një ndër gjërat që unë vlerësoj shumë te ty. Edhe kur s'jam dakord me mendimet e tua, unë e vlerësoj shumë faktin që ti qëndron mendimeve të tua. Nuk më pëlqen oportunizmi. Por ka kosto kjo? Ka kosto shumë të mëdha. Po çdo gjë në jetë ka kosto. Çdo gjë. Thjesht duhet vendosësh ti se cila është kosto që ti je i gatshëm të përballosh. Por unë, kur ndërmora këtë eksperiencë, nuk e dija çfarë kosto kishte. Nuk e dija, se ndoshta nëse do ta dija, ndoshta s'do ta kisha pranuar. Isha me duar në xhepa, me syze dielli dhe shumë e qetë. Mbasi mbaroi show, mendova që kostot ishin shumë të mëdha. Tani që ka kaluar kohë, them, ishte një eksperiencë, unë ja hodha, e kalova. Pra, dhe gjendja emocionale ndryshon në varësi të ose vlerësimi që ti ke mbi ngjarjet e ndryshme në jetën tënde varen nga sa afër ti analizon me ngjarjen këto ndjesi. E qartë. Pra, duke u distancuar, natyrisht që ftohen, bien emocionet dhe ti e lexon më qartë atë që ka ndodhur. Ty të ndjek fama, tani natyrisht, po të lodh fama, si është raporti jot me famën? Apo nuk e ndjen? Nuk e ndjej, me thënë të drejtën, nuk e ndjej. Sepse ti nuk e percepton veten me sytë të tjerëve dhe me perceptimet e të tjerëve. Ti je gjithmonë vetvetja me ato dështimet e tua dhe me sukseset e tua, je gjithmonë shumë kritik, je gjykatësi më i madh i vetvetes, dhe kur ke sukses ti thua unë mund ta kisha bërë më mirë, gabova aty, pritshmëritë për veten i kisha kështu, ndërkohë që realizova shumë më pak nga se kisha pritshmëritë. Pastaj njerëzit e tu të afërt, unë përgjithësi kam miqtë e njëjtë që kisha kur nuk isha e famshme, dhe ata më trajtojnë në të njëjtën mënyrë, nuk mendoj që unë kam ndonjë vlerë më të madhe ose më të vogël. Kështu që unë e ndjej veten po i njëjti njeri. Vetëm kur jam përballë të tjerëve e kuptoj ndikimin që kam tek ata, por kur jam me vetveten, realisht nuk e kam të qartë, nuk e kuptoj. Zhaku, unë i mbyll gjithmonë episodet e mia duke dashur të çoj një mesazh te dikush që na dëgjon, edhe supozoj që ke një grua, mund të jetë edhe burr, por një njeri, se nuk dua të hyj kësaj ndarjes gjinore, një njeri që është në hall, është në dhunë, është nuk di nga të dalë. Çfarë do t'i thoje? Të kërkosh ndihmë, rrjetëzimi është shumë i rëndësishëm. Unë e kuptova gjatë eksperiencave të 2-3 viteve të fundit që në luftë nuk shkohet vetëm. Në luftë nuk shkohet vetëm dhe nuk shkohet në luftë me një ushtri që është shumë më e rafinuar se sa e jotja, sepse vdekja është e sigurt. Prandaj të mundohemi të kemi një rrjetëzim dhe një solidaritet, disa njerëz që na qëndrojnë afër, të cilëve nuk duhet kemi turp t'i kërkojmë ndihmë. Këshilla e dytë që duhet t'i jap, që është një këshill që unë e kam dëgjuar vitin e kaluar, në fund të vitit të kaluar, dhe nuk e kisha menduar më parë, dhe thash sa e bukur kjo gjë, është që ne nuk jemi viktima për gjithmonë. Po ne pësojmë në jetën tonë, jemi viktima, po ajo nuk është gjendja jonë e vazhdueshme deri në fund të ditëve tona. Ne duhet ta kuptojmë këtë, duhet ta pranojmë që dhimbja duhet përjetuar, është mirë që ta përjetojmë dhimbjen, duhet trajtuar, duhet kanalizuar, dhe pastaj ajo duhet kyçur dhe duhet lënë aty ku i takon që të jetë. Dhe jeta vazhdon. Dhe ti rilind pa qenë viktim, sepse nuk je viktim përgjithmonë. Mendoj që këto janë dy gjëra që dua t'i them gjithë atyre që na dëgjojnë. Dhe grave të cilat nuk din ku të kërkojnë ndihmë,
ju lutem që të më kontaktojnë ose të kontaktojnë kolektivin feminist në Shqipëri, sepse ne jemi një grup i madh. Ku? Jep ca adresa. Në Instagram, në Facebook, Me në çfarë rrjetet adrese? sociale. Dikush që Kolektivi feminist Jacqueline Lekatari, dhe në Facebook dhe në Instagram. Nëpërmjet rrjetit të cilët kemi ngritur dhe në të cilin jemi 5, që të ndihmojmë sa më shumë mundemi vajza dhe gra, të cilat ndihen të pashpresa dhe të cilat nuk asta e verbalizojnë dot nevojën e tyre për ndihmë. E kuptoj. E fundit, çdo të thotë ti jesh grua në Shqipëri. Të jesh grua në Shqipëri është një punë burrash. Po mirë dhe kaq mirë punon kanë burrat. Në kuptimin që është e vështirë dhe e lodhshme dhe me shumë përgjegjësi dhe e lodhshme se sikurse burrat e shohin rolin e tyre në shoqëri. E qartë. Sepse ne nuk kemi fjalë të caktuar, po unë them këtë nga përvoja ime. Ti jesh grua në Shqipëri është një punë për te të qenit burr dhe grua, një, dhe e dyta. Kur gratë duan të ndihmojnë gratë dhe kur gratë kanë aleancë intelektuale, profesionale, emocionale, shpirtërore me njëra tjetrën, ka krye vepra, jo vepra. Patjetër. Energjia që ne kemi kur duam të ndihmojmë njëra tjetrën, edhe nëse ngacmohemi gjatë ditëve, por kur e kuptojmë që tjetra ka hall dhe ne duam dhe solidarizohemi me të, më besoni, është energjia dhe ilaçi më i mirë që mund t'i gjendet një grua. Andaj do doja ta mbyllja duke thënë të ndihmojmë sa më shumë njëra tjetrën. Madeleine Albright ka thënë, ka një vend në ferr për ato gra që nuk ndihmojnë gratë. Mund ta them edhe një gjë tjetër, Më thuaj. Pa e prishur gjithë të mbylljen shumë bukur që bëre ti. Po, shumë e vërtet, por unë shoh gjeneratët e reja, që këto gjeneratën zë që është shumë aktive, djemtë edhe vajzat e kësaj gjenerate që janë shumë më të vetëdijshëm, shumë më të informuar dhe shumë më të zëshëm dhe shoh djemtë që advokojnë për të drejtat e vajzave dhe grave, advokojnë për të drejtat e gruas. Dhe unë do doja shumë që në këtë luftën, në këtë botë e cila po ndryshon shumë shpejt, me këto demokraci liberale që duket sikur do zhduken, me këto të drejtat e njerëzit që duket sikur nuk janë më të rëndësishme sa kanë qenë në vitet 90, është shumë e rëndësishme që burrat të jenë aleat të grave, që burrat t'i duan janë pjesë e jetës tonë ta duan nuk e përjashtojnë. Dhe të na ndihmojnë sepse pa ta dhe pa bashkëpunim të vazhdueshëm nuk ja dalim dot që të jetojmë në shoqëri të shëndetshme dhe që të mos harrojnë që gratë nuk i urrejnë burrat si individ, i urrejnë gjërat që burrat ju bëjnë grave ose urrejnë pushtetin që ky sistem ju ka dhënë burrave. Por gratë nuk i urrejnë burrat, kështu që edhe një burr do thoshte, po ne nuk ju urrejmë dhe ne ju duam. Megjithatë, por na vrisni, kështu që e vërtet, për fat keq e vërtet. Megjithatë, doa ta mbyll duke thënë që nuk ka gra dhe burra, ka njerëz të mirë dhe njerëz jo të mirë. Dhe nëse e nisa duke thënë që ka një vend në ferr për gratë që nuk ndihmojnë gratë, unë do ta them, ka gjithmonë një vend në parajs për njerëzit që ndihmojnë njerëz. Zhaku, të falenderoj shumë që ishe këtu. Faleminderit, ishte kënaqësi biseda. Miq, takojmë në episode të tjera, mirupafshim. Për episodet e plota të Milori Podcast, subscribe në kanalin tim në YouTube Mirela Milori.